Në fakt, përjardhja e kësaj ka të bëj pak me poshtrimin që ndjejmë ne. E kemi ndjerë edhe më përpara kompleks inferioriteti në raport me popujt e tjerë të Evropës, për arsye historike, por sidomos tani, këto 30 vjet të fundit, u forcua për 2 faktorë. Mendoj, ne kam përmendur edhe në libër pak. I pari është shqiptarët mbas 90-s dolën në mënyrë masive, njerëz të thjeshtë, më përpara dilnin specialist, ambasador, politikan, kishin kontakt shumë kufizuara me botën më përpara. Mbas 90-s i patën masive këto kontakte dhe u ndjen inferior, u futën në përpunë të çfarëdoshme, u në përkëmbën u fyen, edhe për kombin u fyen, për identitetin e për gjitha. Dhe përveç sikur mos mjaftonte kjo, ndodhi dhe ajo që ndodhi në Kosovë, që ishte një tjetër lloj poshtrimi fyerje, domethënë shqiptarët përballë serbëve që u ndjen të përsekutuar. Domethënë ndodhi një lloj persekutimi real, le të themi 70%, imagjinar 30%, dhe ky persekutim, pastaj dihet ato mekanizma psikologjik, persekutimi çon në paranojë, ne nuk na duan, ne na luftojnë, dhe paranoja pastaj në një fazë më të avancuar çon në mani, madhështie, megalomani. Domethënë ne na përsekutojnë sepse ne jemi më të mirët. Domethënë ne sundojmë gjithçka dhe kuptohet. Gjëja më e thjeshtë është gjua. Domethënë gjua shqipe është më e vjetra sepse këtë gjë e gjejnë edhe nëpër tekste, edhe nëpër poema, edhe nëpër këto të rilindjes janë gjithmonë në dispozicion. Kështu që pse jo, më e vjetra dhe pastaj fillon mendja dhe punon në ato drejtime që i kemi përshkruar për të gjetur, për të provuar që shqipja është në themel të shumë gjuhëve dhe mundësisht të gjithave.